Turizmi mbetet një nga sektorët me potencialin më të madh për zhvillimin ekonomik të rajonit të Shkodrës. Në këtë drejtim një rol të rëndësishëm po luan Universiteti Luiq Gurakuqi përmes përgatitjes së profesionistëve të rinj. Sipas drejtueses së Departamentit të Turizmit, po shihet me prioritet bashkëpunimi me bizneset që operojnë në këtë fushë, duke orientuar studentët drejt praktikave profesionale në terren. Ne gjithnjë më shumë po I orientojmë studentët edhe leksionet tona drejt ambienteve ku realizohet pikërisht zhvillojnë aktivitetet bizneset turistike. Përpiqemi me ju dhanë orientimet, sugjerimet tona, zgjidhjet drejt sfidave me cilat ato ndeshen. Çdo vit nga Universiteti I Shkodrës diplomohen 10 student në degën e turizmit, ndërkohë punësimi, kryesisht sezonal, ndikon në qasjen dhe interesin e të rinjve për t'u përfshirë në këtë sektor. Vitet e fundit na pam flukse shumë të mëdha të numrave të mëdhenj të turistëve, ku luhatje pastaj në periudha ku edhe pati një rënje të numrit të turistëve. Dhe natyrisht duke pas kaq shumë fluktuacione, këto manifestohen edhe te burimet njerëzore, edhe te punësimet që bizneset munden me realizu edhe pikërisht e mënyra se si të rit ju qasen këtyre bizneseve, të cilat sjellin edhe problematikat e tyre, se nuk janë punësime të përhershme, po janë të përkohshme. Sipas drejtuesve, universiteti ofron edhe asistencë akademike për bizneset, nga menaxhimi deri tek promovimi I destinacioneve turistike. Përmes këtij bashkëpunimi synohet jo vetëm rritja e cilësisë së turizmit, por edhe krijimi mundësive të qëndrueshme të punësimit për të rinjtë e rajonit.